Natën e mbrëmshme objekti i postës së Kosovës është sulmuar me granat dore, duke shkaktuar dëme materiale të konsiderueshme. Policia e Kosovës ka bërë të ditur se pas shpërthimit brenda objektit është gjetur edhe një granat tjetër e pashpërthyer, e cila më pas është shpërthyer në mënyrë të kontrolluar nga autoritetet kompetente. Shpërthimi ka ndodhur rreth 30 minuta pas mesnate, por fatmirësisht në momentin e shpërthimit nuk ka pasur asnjë person në godin, duke shmangur kështu viktima apo të lënduar. Sipas njoftimit të policisë, sulmi ka shkaktuar vetëm dëme materiale dhe ka krijuar një situatë të tensionuar në rajon. Hetimet për zbardhjen e autorësisë dhe motiveve të mundshme të këtij sulmi janë në vazhdim. Dyshohet se sulmi është kryer nga elementë serb që kundërshtojnë vendosjen e institucioneve të Kosovës në veri, veçanërisht pas hapjes së postës në këtë godinë që më parë ishte përdorur si selje bankës së kursimeve postare serbe. Një ndër kërkesat kryesore të hetimit është identifikimi i autorëve dhe zbardhja e plotë e rrethanave që çuan në këtë sulm, pasi këto lloj aktesh mund të rrisin tensionet dhe të dëmtojnë proceset e integrimit të institucioneve kosovare në veri. Autoritetet kanë bërë thirrje për qetësi dhe bashkëpunim nga të gjitha palët për të siguruar stabilitetin dhe sigurinë në rajon.